Sali Berisha është një nga emrat më me peshë në politikën shqiptare. Edhe pse i ka kaluar të 80 vitet, ai vijon të jetë aktiv. Në kulmin e tij politik, shumë figura të njohura përfshirë edhe artistë të njohur shfaqeshin në krah të tij, ndërkohë që me ndrimin e pushtetit ka ndërruar qëndrim edhe artistët që dikur e ndiqnin nga pas në çdo fushat. Por Meda është një nga ato artistë që ka dashur gjithmonë ta takojë Berishën. Edhe pse nuk e lidh asgjë me të, Meda gjithmonë ka dashur e ka kërkuar që të bëjë një takim me liderin demokrat. Ai ka folur me miqtë e tij që kanë njohje afër Berishës për t'i mundësuar një takim me të. Në momentin që mendoi se kjo gjë nuk do bëhej, merr lajmin se Berisha ka dhënë okejin për të takuar një ditë me këngëtarin. Ai nuk e ka refuzuar dëshirën e Medës dhe ka vendosur në agjendën e tij një orar për të takuar. Meda ka shkuar në zyrën e Berishës i emocionuar për takimin. Këngëtari u shpreh: "Për mua ka qenë derë dhe kënaqësi. E kam pas si ëndër që të takoj një ditë. Të takim e kam kërkuar që para një viti. Doja të takoja një herë nga afër, sepse përgatitja jote politike më ka pëlqyer gjithmonë dhe këtë gjë nuk mundem ta mohoj." Ndërkohë, Berisha ju përgjigj: "Je një nga këngëtarët shumë të dashur dhe i njohur në mbar botën shqiptare." Pas më shumë se një ore bisedë, Meda i ka bërë një dhuratë ish kryeministit shqiptar. Ai ka dhuruar Berishës një CD me këngët e tij më të bukura dhe një hartë të Shqipërisë etnike të punuar me argjend. Berisha ka mbetur mjaft i surprizuar dhe është shprehur se kjo është një nga dhuratat më të veçanta dhe më domethënëse që ka marrë.